Po, çfarë do thotë të goditesh? Çfarë do thotë të goditesh çmendurisht nga 3 skicat dhe punëtorët e tyre? Do të thotë sa do e dua unë njerëzit që janë shumë shekullar, që vriten shumë si unë, kur goditesh çdo natë. Pra, sa do e dua unë një djalë shumë shekullar kur goditesh çdo natë. Sa do më dojë mua ai djalë që goditesh shumë natë, që unë goditem çdo natë. Allahu po na shkaron në 3 skicat, po goditem çdo natë, po ikin shpresat për jetë. Po, dashuria mban njeriu gjallë. Dashuria në çift, dashuria familjes, fëmijët. A do ketë ma kur goditesh? A ke dëshirë të puthesh, të përqafohesh? A ke dëshirë të shkosh të lahesh në det? A ke dëshirë të hash një drekë, një darkë? A je lumtur kur goditesh natën apo ditën? A unë të vosh të Eduard kur goditesh çdo natë, çdo ditë? Unë nuk besoj. As Alketa nuk mund të dojë kur goditesh çdo natë, çdo ditë. Kështu po bën disa, jo shumë njerëz inteligjent. Shpresa po mbet. E kuptova valla ku ke arritur ne. 4 vite fer po kaloj. Ndoshta që në 2018, po jo kaq shumë sa këto 4 vite. Unë jam shumë pesimiste, Allah po më dejte kështu. Duke na shqyrë me durin a prelet. Jam shumë pesimiste. Jo vetëm me djegur, por edhe shkëlmoqur, goditur. A ne hoqi duri arsyen, se na goditi gjithkohën. Pyete Eduardin, a ndjen si duri? Pyete djalin tënd, a ndjen si duri? Zuri shok 3 skicat Allah. Zien shok 3 skicat Allah. A bëhet shok i djathtë 1 skicë Allah? Pyete Jurgenin, a mund të dashuroj Jurgenin tani Allah? A mund të kthehet duri Jurgeni Allah? A mund bëhet egoist i keq i Venitit? Po mund marrin pjesë në rol Allah, në godasin. Pa mund t'jen kryesorët në goditje? Jo Allah, i thot Leta shko godite. I thot Duri shko godite. I thot Able, se ke goditur ende? A e kupton që e bërë e familjes Allah? Se dashurove Duri? Ta është më u bërë përsëri pjesë e familjes tuaj, vetëm godite? Po nuk kam më shpresë ditoj. Isha e varur për prap kisha gjitha të frumë, gjitha të shpresë. Sa u dhash gjithë shpresë, Allah, i dhash shpresë gjithëve. Tani nuk kemi frikë se do jetojmë, po na godet. Na godet Allahu se dashuroi Durin, dashuroi Ablen, dashuroi Letën. A duhet jetojmë me Allah tani që jemi të goditur, se na iku arsyeja? Am ka ikur arsye Allah? Jo, vetëm ke shkyrë shpirtin. Ke çrënjosur shpirtin Allah? S'mu të besoj që Allah uri me 3 skicët. Akoma se e kuptuar vendin e tij në këtë botë. A e kupton se rëndësishme është që Allah u tri me njerëz të arsyeshme Allah? A e kupton se ç'bëre këto 50 vite me 3 skicët Allah? A mund jetoj një njeri arsyeshëm me skicët Allah? Që godasin ore minut? Më thuaj Allah, a ka ndjenjë një skico? A di të dashuroj një skico? A di të flas një skico? A di të komunikoj pa quajtur? Pa bërë strategji, gjuajtje? Çfarë ke bërë Allah? Unë nuk ndjej më shpresë Allah, nuk ka ikë arsyeja, vetëm nuk kam shpresë. Ndjej dhimbje, ndjej shumë dhimbje Allah. U shoh djalin tënd
Jezuin të shkatruar, Allah. Kur shohin Gërgenin, djalin e bukur tëndin, shkatruar nga 3 skicë, Allah. Infiniti, fëmijët e mi shkatruar nga skicët, Allah. Po, pse nuk po shikon ende, Allah? Pse sytë e tu nuk shohin ende të fari bëre familjes, Allah? Se dashurove Duri. Po çfarë dhurate të bëri Duri, Allah? Dashurin që i dhe, edhe gjithçka. Allah nuk ka humbur arsyeja, vetëm s'kam shpresë. Ndje shumë dhimbje, Allah. Çdo një orë që ikën. Ndje shumë dhimbje, Allah. Shoh njerëz vetëm të trembur, Allah. Njerëz që nuk kanë shpresë. Kanë frikë të flasin dikujt, Allah. Se i vret Durit. Çfarë është dashuria, Allah? Çfarë po t'jep Duri? Ne nuk po vdesim nga Duri, po vdesim nga ty, Allah. Nuk kupton që s'merr asgjë nga Duri përveç se tortura qirëzore. Duaj Durin, Allah. Shikoj fëmijët e tu të shqyrë.